Kina ka zgjatur pezullimin e tarifës shtesë për 24% të importeve të mallareve amerikane për një vit, duke ruajtur normën e përgjithshme për 10% të filluar nga 10 nëntori. Sipas një deklarate të postuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave, tarifa për 24% për mallat amerikane do të vazhdojë të pezullohet për një vit dhe tarifa për 10% për mallat amerikane do mbetet në fuqi. Në të njëjtën kohë, në përputhje me konsensusin e arritur në konsultimet ekonomike dhe tregtare dhe anëpushtimin e arritur nga presidentët Donald Trump dhe Xi Jinping, Pekini tha se do të heqë tarifa deri në 15% për disa mallar bujqësore amerikane, përfshirë sojen. Pas takimit Xi-Trump, shtëpia e parë deklaroi se Kina do të blinte të paktën 12 milion ton soje amerikane për 2 muajt e fundit të vitit 2025 dhe 25 milion ton çdo vit për vitet e ardhshme, por Pekini ende nuk ka konfirmuar këto shifra.